Kam frikë mos më ndodhin gjërat këqija në të ardhmen, veç mendime negative kam. Çka të bëjt lutem trega? Duhesh më shumë me pas besim në kaderin e Allahut, edhe me pas mbështetje në forcën e Zotit. Allahu e lëviz këtë gjithësi. Allahu e ka ndorë, Allahu ka shkruar kaderin e robit. Të gjithë edhe psikologët edhe dietarët e ndryshëm të fushëve të ndryshme edhe ato fetare këshillojnë që besimtari kohën e tij e ndan ose koha e tij ndahet në 3 pjesë, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja. Të kaluarën thonë nuk duhesh ta të rish të angu gjithmonë se u krye ajo, përveç merr mësim prej saj. Të tashmen jetoje siç është më së miri dhe të ardhmen planifikoje mirë, po mos u tut prej saj. Prandaj mendoj që ke problem ti përderisa ke frikë, po ndodhin gjërat këqija, ke problem me kaderin, caktimin e Zotit, nuk e percepton se çdo send është në dorë të Allahut, pa ashtu nuk ke mbështetje të mjaftueshme tek Zoti. Kjo është gabim. Leja çështën tënde Allahut në dorë. Merri sebepet, shkaqet. Ec rrugës marr, rrugës drejt, ka mbara e mira, edhe në dorë të Zotit leqë gjërat.